Pas vizitës së tij në Beograd me 9 prill, kur u takua me presidentin serb Aleksandar Vučić, përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosov-Serbi, Peter Sorensen ka vijuar turin e tij diplomatik në Prishtinë. Mbrëmjen e dieshme ai është pritur në një takim nga kryeministri Albin Kurti së bashku me disa nga bashkëpunëtorët e tij më të afërt. Sipas njoftimit zyrtar të zyrës së kryeministrit në darkën e punës, është diskutuar gjerësisht procesi i integrimit të Kosovës dhe Bashkimit Evropian, me theks të veçantë afrimin e plotë të politikës së jashtme me atë të vendeve anëtare të BE-s, si orientim strategjik i vendit. Gjithashtu është nënvizuar rëndësia e vazhdimit të reformave të brendshme të cilat lidhen drejt për drejt me procesin e integrimit. Në këtë kontekst, palët kanë trajtuar dhe ecurinë e aplikimit të Kosovës për anëtarësimin në Këshillin e Evropës, një proces që mbetet pjesë e agjencës së saj ndërkombëtare. Përveç temave të integrimit, Kurti tha se Sorensen kanë shkëmbyer mendime dhe mbi zhvillimet aktuale politike në vend dhe situatën e përgjithshme të brendshme. Ndërkohë, Radio Europa e Lirë ka raportuar më herët se po punohet intensivisht për organizimin e një raundi të ri të dialogut të nivel liderësh mes Prishtinës dhe Beogradit. Sipas këtyre raportimeve, intensifikimi i takimeve të Sorensen me aktorë të ndryshëm ndërkombëtar, përfshirë dhe përfaqësues amerikan, lidhet pikërisht me përgatitje për këtë fazë të re të dialogut.